Dje rreth orës 16:20 në fshatin Strimnic të Tetovës, punonjësit e policisë nga stacioni policor i Grupçinit kanë privuar nga liria FB 35 vjeç nga fshati Strimnic. Gjatë kryerjes së bastisjes në banesën e tij me urdhër gjykate, ai është sjellë në mënyrë agresive ndaj tyre, ka refuzuar të pranojë urdhrin dhe i ka kërcënuar. I njëjti është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 10:30 në Gostivar, punonjësit e policisë nga Departamenti i Punëve të Brendshme Gostivar privuan nga liria FSH 34 vjeç nga fshati Çegran për shkak të dyshimit për tentativë grabitjeje, po atë ditë në orën 9:40 në një shoqëri financiare në Gostivar. Sipas denoncimit të punonjëses, një person i maskuar ka hyrë në objekt dhe në kërcënimin e armës ka kërkuar para, por pas aktivizimit të butonit të panikut është larguar me vrap. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 14:20 në sektorin e punëve të brendshme Tetov, EE nga fshati Pallatic ka denoncuar rrezikimin e sigurisë së djalit të tij të mitur. Sipas denoncimit, më datë 26 janar 2026 në orën 7:20 në lagjen Ajdush Komaallo, djali i tij i mitur është ndaluar nga një person i cili i ka drejtuar kërcënime, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje rreth orës 15:20 punonjësit e policisë nga sektori për punë të brendshme Tetov privuan nga liria personin TV 39 vjeç nga Republika e Kosovës me qëndrim në Tetov, pas një denoncimi paraprak për dhunë në familje nga bashkëshortja e tij, e cila ka raportuar se një ditë më parë, në 2 raste, ai e kishte sulmuar fizikisht dhe e kishte kërcënuar me mjet të mprehtë. Me që rast, i kishte thyer telefonin celular dhe i kishte ndaluar të largohej nga shtëpia. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 14:55, punonjësit e policisë nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar privuan nga liria BJ 52 vjeç nga fshati Dobërdoll për shkak të dyshimit të bazuar se një ditë më parë në stacionin policor Gallat kishte denoncuar rrejshëm një vjedhje të rëndë të kryer në shtëpinë e tij në fshatin Dobërdoll, ku gjoja sipas denoncimit persona të panjohur kishin hyrë përmes dritares së tualetit dhe kishin marrë flori dhe para. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse.